programi Prekja me Dr. Charles Stanley, duke ndarur ngjillin në mbar botën. Sot në programin Prekja ju ftojmë të ndiqni mësime që unë kam mësuar. A jetoni ju me anë të parimeve apo me anë të presioneve të momentit? A e gjeni veten duke marrë vendime që bazohen tek ndjenjat e menjëhershme apo që bazohen tek parimit e fjalës së Perëndis? A ndikojeni ju më shumë nga mjedisi përreth jush apo nga fryma e shenjtë që jeton në brendësinë tuaj? A mund të thoni se ju keni një sens drejtimi? Një sens domethënie një sens qëllimi në jetën tuaj? A jeni në një farë mënyrë duke u përgjigjur apo reaguar ndaj jetës sipas ndryshimit të situatave dhe rrethanave? Bibla është e mbushur me parime të mëdha, parime të perëndishme përmes të cilave Zoti do që të jetojmë. Në fakt ju mund të lexoni nga zanafilla deri tek zbulesa dhe do të gjeni njëri pas tjetri parime që Perëndia na ka dhënë neve, sepse ky është libri i udhëzimeve të Perëndisë për jetesën. Gjëja më e urtë që një baba mund të bëjë për fëmijët e tij është të mësojë atyre shumë herët në jetë. Dëgjoni, të besojnë se kjo është fjala e Perëndisë dhe të ndaj këto parime të shkrimit në një mënyrë të tillë që ata të udhëhiqen nga parimet hyjnore. Këto parime pra që bëjnë të mundur që ne të jetojmë jetën sa më mirë. Dhe unë dua që të lexojmë tek Fjalët e Urta kapitulli 3, i cili është ndoshta kapitulli inspirantës në Bibël për mua personalisht, sepse është një pasazh i thjesht brenda këtij, tek i cili në një farë mënyrë unë jam kthyer përsëri e vazhdimisht për gjatë viteve. Ai thot duke filluar nga vargu 1 i kapitullit 3, biri im, mos harro mësimet e mia dhe zemra jote le të ruaj urdhërimet e mia, sepse dëgjoni do të shtohen ditë të gjata, vite, jete dhe paqe. Mirësia dhe e vërteta mos të lënçin kurrë. Lidhi rreth qafës tënde, shkruaje mbi tabelën e zemrës sate. Do të gjesh kështu hir dhe arsye në syt e Perëndisë dhe të njerëzve. Dhe dëgjoni këtë. Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. Mos e mbaj veten të ditur në sytë e tu. Ki frikë nga Zoti dhe hiq dorë nga e keqja. Kjo do të jetë shërim për nervat e tua dhe freskim për kockat e tua. Ndero Zotin me pasurinë tënde dhe me prodhimet e para të çdo të ardhurë që ke. Ambaret e tu të grurit do të jenë përplot dhe vozat e tua do të kufojnë me musht. Biri im, mos e përçmon dëshkimin e Zotit dhe mos urre qortimin e tij, sepse Zoti qorton atë që do, si një baba djalin që atij i pëlqen. Ajo që dua të bëj në këtë pasazh dhe në këtë mesazh kryesisht është të ndaj me ju disa nga parimet më të rëndësishme që Perëndia ka siguruar në jetën time personale. Disa parime përmes të cilave ai ka drejtuar jetën time. Ka edhe shumë të tjera përveç atyre që unë dëshiroj të përmend. Por këto janë ato që ai ka gdhëndur më shumë në zemrën time dhe përmes të cilave më ka drejtuar në gjithë këto vite dhe për të cilat unë jam shumë mirënjohës. Dhe unë dua të filloj me parimin e parë me atë që gjyshi im ka mësuar kur isha në moshën 17 vjeçare. Ai nuk e kuptonte ndikimin që ishte duke patur në jetën time. Por ai zbatoi këto parime para meje në një mënyrë shumë të thjeshtë. Bindju Perëndisë dhe lëri të gjitha pasojat e bindjes tënde në dorën e tij. Bindju Perëndisë dhe lëri të gjitha pasojat në dorën e tij. Perëndia e ka bërë veten e tij përgjegjës, ai është i detyruar, dëgjoni, të jetë përgjegjës për të gjitha pasojat e bindjes son. Kujtojeni këtë gjë. Perëndia është përgjegjës për të gjitha pasojat e bindjes son. Është përgjegjësia ime të mësoj se si ta dëgjoj. Përgjegjësia ime që t'i besoj atij. Përgjegjësia e tij është që si pasojë e bindjes sime të kujdeset për të gjitha ato pasoja. Tani shpesh herë, një nga gjërat me të cilat duhet të përballemi është zhurma e njerëzve të tjerë. Çfarë mendojnë se ne duhet të bëjmë? Si mendojnë ata se duhet jetojmë dhe vendime që ata mendojnë se duhet marrim. Dhe e vërteta është se nëse ju dëgjoni botën dhe shpesh edhe nëse dëgjoni njerëz që ju duan të mirën, nuk do të gjeni as do të dëgjoni vullnetin e Zotit. Shpesh njerëzit thonë atë që mendojnë se ne duam të dëgjojmë, atë që mendojnë se do të jetë e lehtë për ne, atë që duhet bëjmë nga këndvështrimi i tyre ku askush nuk e di vullnetin dhe qëllimin e Perëndisë për jetën tonë, veç Perëndisë. Dhe prandaj kur ne themi bindju Perëndisë dhe lërini të gjitha pasojat në dorën e tij, nuk mund të marrim mësim më të madh në jetë. Duhet shumë kurajo për të qenë të bindur, kur ju nuk e dini se cilat do të jenë pasojat. Duhet besim për të qenë të bindur, kur ju nuk e keni idenë se cilat do të jenë pasojat. Dhe shpesh herë, kur ne përpiqemi të imagjinojmë apo të parashikojmë në mendjen tonë dhe në mendimet tona nga një këndvështrim njerëzor se cilat ne mendojmë se mund të jenë këto pasoja, shpesh ne jemi absolutisht dhe plotësisht të gabuar, sepse vetëm Perëndia në gjithdijshmërinë e tij e di se cilat do të jenë vërtet pasojat. Kështu bani mend. Bindju Perëndisë dhe lërini pasojat në dorën e tij. Perëndia i plotfuqishëm është plotësisht i përgjegjshëm për të gjitha pasojat e bindjes suaj.
Mësimi i dytë që duhet të përmend është thjesht ky parim. Dhe ai është mësoni të besoni Zotit për të gjitha gjërat që ju keni nevojë në jetë. Dhe shpesh herë janë vështirësitë dhe dështimet që na shtyn të mësojmë se si t'i besojmë atij. Perëndia do të na dërgojë mjaft vështirësi dhe sprova në jetën tonë dhe ai do të na dërgojë mjaft probleme dhe vuajtje me qëllim që të na mësojë që ne t'i besojmë atij si do të mund të dimë si t'i besojmë Perëndisë nëse nuk do të përballeshim me rrethana dhe me situata në të cilat nuk do të ndiheshim të pashpresë dhe të paaftë dhe të humbur vetë se të ndarë prej ndërhyrjes së tij hyjnore. Ju mund t'i besoni atij për çdo nevojë tuaj. Ju mund t'i besoni atij që t'ju mbrojë në çdo rrethanë. Dhe një nga shkrimet që ai vazhdon të vërë në zemrën time është asnjë armë e sajuar kundër teje nuk do të ketë sukses. Dhe vazhdimisht, ndërsa armët janë sulur kundër meje për një arsye apo për një tjetër, vazhdimisht ai më ka kthyer te ky varg. Ti duhet të besosh këto që unë them, dhe jo atë që ndjen apo atë që sheh. Nëse do ta mbani mend këtë, besoni atë që ai thot në vend të asaj që ju ndjeni apo që ju shihni, sepse nëse besoni atë që ju ndjeni, ajo mund të jetë shumë e gabuar. Nëse ju besoni atë që dëgjoni, ajo mund të jetë shumë e gabuar. Nëse besoni atë që Perëndia thot, ju kurr nuk do të gaboni duke bërë të drejtën. Mësimi i tretë që unë mendoj se është shumë i rëndësishëm është ky, dhe ky është të mësoni të prisni në Perëndim për drejtimin e tij dhe kohën e tij. Kur Perëndia ju ka thënë juve, dëgjoni, kur ai ju thotë të prisni miq, mos lëvizni në asnjë mënyrë sepse Perëndia na bën të presim për një arsye shumë specifike dhe të qartë. Kujtoni se ai ishte gjithdijshëm, ne nuk jemi. Ai di të kaluarën, ai di të tashmen, ai di të ardhmen. Ai di të gjitha gjërat që janë të përfshira në çdo vendim që ju dhe unë marrim. Ja çfarë zbulova unë. Kur ai thot pritesh ndoshta për një nga tre arsyet. Numër 1, sepse unë nuk jam gati për atë që ai ka. Ndodh që ajo që unë besoj se është vullneti i Perëndisë, por koha nuk është koha ime, por është koha e tij. Dhe ai thot, "Jo, prit." Dhe ne presim pa kohë dhe mendojmë Perëndi, nuk kam pritur mjaft gjatë, ai thot, "Jo, prit." A do të besosh atë që unë thash, apo ti do të besosh atë që ti shikon? Apo do të besosh atë që ti ndjen? Kur Perëndia thot prit, unë nuk kam fjalë t'u them se sa e rëndësishme është kjo. Është një nga mësimet më të vështira, por është nga më të rëndësishmet. Mos lëvizni derisa Perëndia t'ju jap lejen të lëvizni. Një arsye tjetër është nga që ne nuk jemi gati. Një arsye e dytë është nga që ato rrethana që ai po përgatit për ne, pikërisht ato rrethana nuk janë gati. Ne s'mund ta nxitojmë Perëndin, s'mund ta shtyjmë Perëndin kur Perëndia i vë bashkë disa situata dhe disa rrethana, ai vë ato bashkë në kohën dhe në mënyrën e tij të përsosur. Shpesh herë kur Perëndia thotë jo, mos lëviz. Pse Zot, thjesht më beso mua, mos lëviz. Po Perëndia shikoi të gjitha këto gjëra që po ndodhin dhe koha po kalon shpejt. Mos lëviz, më beso mua, mos lëviz. Një arsye e tretë është sepse Perëndia ka diçka më të mirë. Këtu ne jemi duke pritur për një gjë dhe Perëndia ka diçka më të mirë atje që ju dhe unë nuk e kemi menduar ndonjëherë dhe as e kemi ëndrruar. Dhe kështu unë do thosha mësimi numër 3, mësim shumë i rëndësishëm, mësoni të prisni për drejtimin dhe kohën e Perëndisë në jetën tuaj. Dhe gjëja tjetër që unë do të doja të thosha është diçka shumë e rëndësishme. Dhe shpesh herë ne mendojmë po parimet dhe mësimet që Perëndia do të na mësonte janë, si është e mundur që ky të jetë njëri prej tyre? Por është një prej tyre sepse ndërsa unë mendoj me kalimin e viteve një nga gjërat më fitimprurëse që unë kam bërë ndonjëherë është se kam mësuar herët në jetë dhe kështu cili është ky parim dhe ky parim është jepni me bujari për punën e Perëndisë. Unë kam zbuluar, nëse unë kapem, nëse unë lidhem shumë me çdo gjë në jetë materialisht, ajo që unë po bëj është se po kapem pas diçkaje. Nëse unë po kapem pas diçkaje, Perëndia nuk mund të vërë asgjë në duar që janë mbledhur grush dhe shtrëngohen fort. Kur unë i hap duart para Perëndisë dhe them Zot, çfarëdo që un kam është e jote, ti mund të marrësh çdo gjë, ti mund të marrësh sa të duash. Ajo që duhet të bësh është vetëm të më thuash çfarë do. Nëse ju e bëni këtë, e dini çfarë? Unë e di se nuk jam i lidhur me asnjë gjë. Sa herë që ju përpiqeni të kapini pas diçka dhe parat bëhen prioritet në jetën tuaj, mbani mend këtë gjë. Ju do ta humbisni atë. Perëndia do të kujdeset vetë që ju ta humbisni atë. Parat nuk janë qëllimi ynë, por është ecja në bindje ndaj Perëndisë. Por nëse ne do të ecim në bindje para Perëndisë dhe ndjekim parimet e tij mbi të dhënat, ja se çfarë do të bëjë ai. Ai do t'ju përgatojë në mënyra që ju nuk mund të imagjinoni. Ja dhe diçka tjetër. Kjo do t'ju mbrojë ju nga lakmia, do t'ju mbrojë ju nga egoizmi, kjo do t'ju mbrojë ju që të mos bëheni shumë të lidhur materialisht. Po ju tregoj një gjë që është e gabuar në gjithë kombin tonë dhe është që ne jemi bërë një komb lakmitar. Në një farë mënyrë dikush na ka bindur se ne kemi shumë gjëra, shumë nga kjo dhe shumë nga ajo tjetër, do jemi të lumtur, nuk ka lumturi, as gëzim dhe as paqe tek gjërat, ajo gjendet vetëm në një marrëdhënie me Jezus Krishtin. Mirë, unë mendoj se një tjetër parim që është shumë i rëndësishëm për mua është ky. Unë s'mund të bëj jetë krishter, por është Krishti që jeton atë përmes meje. Më kujtohet hera parë që kjo më erdhi në mendje. Kur nuk kam dëgjuar predikim për këtë, s'kam lexuar një libër, s'kam parë asnjë broshurë.
Unë mora një libër nga doktor Raymond Edmund, që ishte atëre presidenti i kolegjit Wheaton. Libri titulloi Ata zbuluan sekretin. Ishte thjesht disa skica biografike të thjeshta mbi jetën frymërore dhe udhëtimin frymëror të disa njerëzve të mëdhenj të Perëndisë. Unë e hapa atë libër një natë, një të premte në darkë, dhe dola nga studioja ime dhe shkova në kopësht dhe fillova të lexoja kapitullin rreth Hudson Taylor. Nuk ishe lexuar veç se disa faqe, ndoshta vetëm 7 faqe. Në kohën që arrit aty unë mendova, Zot, ja një person që ndihet saktësisht siç ndihem unë, ja një person që lufton me ato gjëra që unë luftoj. Atë natë për herë të parë në jetën time mendova rreth faktit se Jezus Krishti erdhi të jetojë në brendësinë time për të jetuar përmes meje një jetë që nuk mund ta jetoja, sepse unë po luftoja, përpiqesha të bëja më të mirën time. Unë rrita në një lloj kishe legaliste, mos bëj këtë, mos bëj atë, mos bëj atë tjetrën. Përpiqesha të bëja atë që duhet të bëja, nuk ja di li jam ban shumë mirë. Unë isha një krishter i Romakëve 7, atë që nuk doja të bëja, gjeja veten time duke bërë, dhe atë që doja të bëja nuk kisha forcë. Dështim pas dështimi, përpiqesha dhe unë lutesha, agjëroja dhe i thosha Perëndisë se çfarë do të bëja dhe se do të veproja më mirë dhe bëhesha më keq, derisa më në fund kjo gjë më çoi absolutisht në një fund të vetes sime dhe mendova se jeta e krishter nuk po funksiononte dhe më kujtohet pikërisht ajo javë kur unë lexova këtë libër. Unë tashmë kisha arritur në konkluzion, Perëndi, ose ti do të tregosh diçka që unë nuk e di, ose unë nuk duhet t'u them më njerëzve, thjesht besoni tek Zoti Jezus Krisht dhe ai do t'ju japë juve paqe dhe lumturi dhe gëzim, sepse unë kuptoj këtë të diel dhe kur vjen e hëna nuk e kam më. Më kujtohet një nga njerëzit në kishën tonë që shkonte tek altari të paktën 2 herë në muaj, nuk po egzagjeroj, shkonte të ripërkushtonte jetën e tij. Mua më bëri të mendoj tani çfarë nuk shkonte ky njeri. Përse duhet që ai të përkushtojë dhe ta ripërkushtojë veten e tij çdo 2 javë? Mendova diçka nuk shkon këtu, ose diçka nuk shkon me predikimin, ose ka diçka që nuk shkon me këtë. Dhe Perëndia më zbuloi diçka. Çfarë po predikoni ju? Ju po predikoni bëni të mirën, jeni të mirë, ju s'mund të bëni të mirën, s'mund të jeni të mirë. Ka diçka që është shumë rëmuj në gjithë këtë. Unë ngrita në këmbë atë natë kur kuptova Gjonin kapitulli 15 dhe vargu janë disa nga ato vargjet e para kur Jezusi tha qëndroni në mua dhe unë do të qëndroj në ju. Ai thot ashtu si shërmendi qëndron tek ardhia, thot ai, kështu edhe unë do të qëndroj në ju dhe ju qëndroni në mua. Për herë të parë në jetën time unë dallova se dëgjova Perëndin të më thoshte mua pastër dhe qartë. Unë kurrë nuk kam synuar që ti ta jetosh jetën e krishterë. Ti s'mund ta bësh, ti ke dështuar, po u predikon njerëzve dhe ata as nuk e kanë idenë se çfarë po ndodh, sepse as ata nuk mund ta jetojnë. Unë jam i vetmi që mund ta jetoj këtë jetë përmes teje. Kur unë ngrita nga i vend, isha shumë i çliruar dhe ndjehesha i lirë dhe nuk dija se si ta shpjegoja këtë. Ishte sikur Perëndia kishte hedhur një teologji të tërë mbi mendjen dhe zemrën time, s'dija ta shpjegoja, madje nuk e kuptoja. Se me çfarë kishte të bënte në fillim, përveç se dija që ajo që isha përpjekur të bëja nuk kishte qëllimi i Perëndis për mua. Ai donte që unë të mbështetesha tek ai, t'i besoja dhe ta lejoja që të jetonte jetën e tij përmes meje. Pastaj papritur, Galatasve kapitulli 2 vargu 20 erdhi në mendjen time dhe zemrën time, Pali thot, unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj më unë, por Krishti rron në mua dhe ajo jetë që tani jetoj në mish e jetoj në besimin e Birit të Perëndis që më deshi dhe dha veten për mua. Dhe ju po flisni për çlirimin, unë i hodha të gjitha dëgjoni. Të gjitha përpjekjet e mia për të jetuar dhe për ta kënaqur dhe në një farë mënyre për të performuar që Perëndia të më pranonte mua dhe e gjitha kjo u largua. Është mësimi më çlirues që un kam mësuar ndonjëherë në jetë dhe kjo është lutja ime dhe tragjedia është kjo. Shumica e besimtarëve do të shkojnë në varr me zgjedhjen e përpjekjeve për të kënaqur Zotin, për të performuar për të, për të jetuar jetë krishtere dhe për të qenë të mirë mjaftueshëm për të marrë miratimin e tij. Kur kjo është absolutisht e pamundur, kujtoni se me çfarë ka të bëjë hiri. Hiri ka të bëjë me faktin që Perëndia na don ne pavarësisht se kush jemi. Ai na ka falur kurse kemi merituar. Nuk ka të bëjë me përpjekjet për të jetuar performuar apo me përpjekjet për të arritur ndonjë standard. Një nga mësimet më çliruese është se Krishti është në ne. Kur unë fillova të lexoja letrat e Palit pas kësaj, kudo lexoja në Krishtin, në të cilin, në fakt mund ta përmbledhni, ju mund ta përmbledhni të gjithë teologjinë e apostullit Pal në këto 2 fjalë, në Krishtin, sepse Pali e kuptonte këtë. Ai kuptonte të gjitha dështimet e tij. Tek Romakëve 7 ai thot, unë nuk mund ta bëj këtë. U përpoqja por s'munda. Tek Romakët 8 ai thot, faleminderit Zotit që ai më ka çliruar mua në personin e Jezus Krishtit. Romakët 8 është një kapitull i madh mbi fitoren, Romakët 7 është një kapitull i madh për disfatën. Shumica jonë jetojnë në disfat derisa në një farë mënyrë mësojnë se është Krishti në ne dhe jo ne në veten tonë. Mirë, kur unë mendoj rreth këtyre parimeve dhe mendoj rreth asaj që Perëndia ka bërë në zemrën time, unë mendoj se një nga gjërat që më jep më shumë siguri nga të gjitha është fakti që Perëndia na don ne pa asnjë kusht. Më dëgjoni me kujdes.
Arsyeja pse Perëndia ju doj ju dhe mua pas një kush nuk ka të bëjë as pak me atë që ne jemi, kush jemi apo si veprojmë ne. Ka të bëjë me natyrën e tij, është në karakterin dhe në natyrën e Perëndisë që të na dojë ne me gjithë plotësinë, me gjithë potencialin që dashuria hyjnore ka për të ofruar. Nuk ka të bëjë as pak me ne, kjo ka të bëjë me të. Ai është i vetmi që merr lavdinë dhe meritat dhe lavdërimin, është dashuria e Perëndisë pavarësisht se kush jemi ne, dashuria e tij e vazhdueshme, dashuria jo për shkak të diçka e brenda nesh, po thjesht sepse ai është Perëndia që është. Mua mu deshën vite për të arritur në këtë konkluzion. Po, unë mund t'i rrëfej, unë mund t'i deklaroj botës, Perëndia më do mua pa asnjë kusht, pavarësisht çdo gjë. Unë mendoj vazhdimisht për njerëzit që nuk mund të besojnë në sigurinë e përjetshme që luftojnë me këtë dhe ka miliona që e bëjnë këtë. Ata thjesht nuk mund të besojnë se kur ata shpëtohen me anë të hirit të Perëndisë, ata thonë e po e di, nëse ti e beson këtë, kjo është një licencë për mëkatin. Kur ju e kuptoni se Perëndia ju do ju pa asnjë kusht, ju nuk kërkoni licencë për mëkatin. Nuk kërkoni liri për të mëkatuar. Në fakt ju doni të bindeni Perëndisë sepse jeni mirënjohës për këtë lloj dashurie që ai ka. Kur ju i besoni atij si shpëtimtar, ai ju vulos juve, Bibla thot deri në ditën e shpengimit. Ai thot se ju jeni fëmijë të Perëndisë, asgjë që ju mund të bëni nuk mund, dëgjoni, nuk mund ta ndryshoj faktin që Jezus Krishti vdiq për mëkatin tuaj, nuk mund ta ndryshoj faktin se ai ju do absolutisht, pas edhe një kusht, nuk mund ta humbisni kurrë. Pasi Perëndia ju ka shpëtuar sepse ai thot se ju ka vulosur me frymën e shenjtë, ai po jeton brendsinë tuaj, ju s'mund ta merrni frymën e Perëndisë në ferr, po të vdisni e humbisni. Unë mendoj për ata njerëz që jetojnë në zgjedhjen e frikës çdo ditë, ato të shkosh në qiell, nuk jam i sigurt. Pse jo? A e ke pranuar Jezusin si shpëtimtar, jam përpjekur. Por a ke pranuar? Po e pranova. A të ka shpëtuar ai? Mendoj se po. E po ai e shpëtuar, mendoj se jam. Jo, ai e shpëtuar. Kështu mendoj. E dini çfarë po bëjnë ata? Ja se çfarë po bëjnë. Duke parë sjelljen, si veprojnë, duke parë të shkuarën e tyre, gjykojnë veten e tyre ashtu siç do të gjykoni dikë tjetër. Ndërkohë që Perëndia na do absolutisht dhe pas një kusht, në mënyrë të pakushtëzuar dhe ai na ka shpëtuar. Mirë, parimi tjetër që duhet vini resh ky. Parimi është se Perëndia ka kontroll absolut mbi çdo rrethanë të jetës sonë. Unë nuk e di të ketë një mendim më ngushëllues se mendimi që Perëndia ka absolutisht kontroll të plot. Ai thot asnjë armë sa juar kundër teje nuk do të ketë sukses. Asnjë, thot ai. Pse? Sepse ai është në kontroll të asaj që duket shpeshherë sikur është kundër nesh apo diçka që do të na shkatërronte ne në ndonjë mënyrë. Perëndia e di saktësisht se çfarë po ndodh. Ju dhe unë dëgjoni, ne jetojmë në një stret të gjithdijshmërisë së tij, gjithpranishmërisë dhe gjithpushtetshmërisë së tij hyjnore. Ai ka një kontroll absolut të gjitha aspekteve të jetës sonë. Sikur të mos e besoja këtë, ndoshta nuk do të predikoja fjalën e Zotit sepse kjo do thoshte se ne jemi tani viktima dhe bota mund të bëjë këtë dhe bota mund të bëjë atë dhe prandaj nëse kjo mund të ndodhë, atëherë ku është besimi? Ku është ky Perëndi Jehova që është absolut? Dëgjoni. Ai është absolut në besnikëri dhe i pafundëm në fuqi. Nëse ai është gjithçka që Bibla thotë se është, ai është absolut sovran, dhe prandaj është në kontroll të plotë të çdo gjëje që është duke ndodhur. Njerëzit që nuk e besojnë këtë, do t'ju thonë juve se çfarë duhet bëni. Ata duan që të merrni këtë vendim, atë vendim apo një vendim tjetër. Problemi është se ata nuk dëshirojnë të besojnë Zotit. Ata nuk e njohin Perëndin që njihni ju. Ata nuk kuptojnë se ai është sovran dhe në kontroll. Nëse Perëndia është në kontroll të sovran të jetës suaj, kush jam unë që t'ju them se si ta jetoni jetën? Kush jam unë që t'ju them se çfarë duhet të bëni? Nëse Perëndia është në kontroll të jetës suaj dhe nëse ju po dëgjoni atë, nëse do të pyesni mua do thosha, ja çfarë thot fjala e Perëndis, por ti duhet të ndash mendjen. A përputhet kjo me parimet e Perëndis? A është ky Perëndi sovran duke punuar në jetën tënde dhe duke bërë diçka shumë të mirë? Sa shpesh kam parë në jetën time dhe në jetën e të tjerëve gjëra që janë shumë të dhimbshme, gjëra që janë shumë të vështira, të cilat kanë qenë pikërisht esenca që Perëndia ka përdorur për të ndërtuar dhe forcuar dhe lartësuar dhe dëgjoni, për ta bërë të fortë dhe solide dhe të qëndrueshme dhe të palëkundur dhe të fuqishme jetën e atij personi. Tani dëgjoni, mos u ktheni shpinën vështirësive dhe sprovave. Çfarë thot tek fjalët e urta? Ai thot mos e përçmo ndëshkimin e Zotit. Pse? Sepse ky ndëshkim, kjo disiplinë mund të vijë nga diçka që ne kemi bërë ose për shkak të diçka që dikush tjetër ka bërë ose për shkak se Perëndia ka diçka në mendje. Ai thot mos u largoni prej kësaj. Perëndia na don edhe çfarë do të bëjë ai. Ai thot se do t'i kthejë të gjitha këto në diçka absolutisht të bukur. Është e thjeshtë që ne të besojmë këtë për jetën e të tjerëve, por jo për jetën tonë. Ja edhe një mësim tjetër që është rëndësia e mbështetjes absolute te fryma e shenjtë për gjithçka. Unë mendoj se një nga mësimet më me përfitim është të kuptoni, nuk kam përse të bëj asgjë në frymën time, nuk kam përse të bëj asgjë në mishin tim, s'kam pse të bëj asgjë në forcën time. Është banimi i vazhdueshëm i fuqisë mbi natyrshme të Perëndisë që banon në brendësi të çdo besimtari. Çfarëdo që ai ju thërret të bëni, ju mund ta bëni mirë dhe ju mund ta bëni atë në një mënyrë që do të ketë një ndikim, sepse kjo është mënyra se si Perëndia na ka krijuar që të jetojmë, që ai të jetojë në brendësinë tonë jetën e tij përmes frymës së shenjtë që na aftëson të realizojmë çfarëdo qoftë ajo. Prandaj s'mund të marrim merita për këtë.
S'mund të merrni ndonjë merit nëse është Perëndia që po e bën. Dhe krenaria është një mëkat i urryer. Perëndia thotë se e urren atë. E urren atë sepse ajo e vjedh lavdinë e tij. Ajo urren për shkak të elementit të saj shkatrues në jetën e personit. Sepse kur një person nuk mbështetet tek Perëndia, ai do të mbështetet tek vetja e tij dhe kur ai e bën këtë, po ju them Satani ka një çengel në jetën e atij personi dhe ai po shkon ta të pjetë. Mirë, ndërsa unë mendoj për të gjitha këto parime dhe se sa i rëndësishëm është secili prej tyre, unë mendoj edhe për këtë parim shumë të rëndësishëm që është ky. Ajo që unë besoj se është prioritet në jetë. Dhe ky është një nga mësimet më të rëndësishme që do të mësoni ndonjëherë. Dëgjoni, koha juaj personale e meditimit me Perëndin duhet jetë një prioritet në jetën tuaj. Dëgjoni. Ju s'mund të bëni asgjë më të vlefshme në jetën e krishterë, më të çmuar, më frytdhënëse, më produktive, sepse dëgjoni, ky qëndron në themel të secilit për këtyre parimeve të tjera. Kjo është koha që ne kalojmë të ulur në gjunjë para Perëndis. Dhe dëgjoni, koha që ju dhe unë kalojmë të gjunjëzuar me fjalë. Dëgjoni, jo thjesht duke u lutur. Ju mund të luteni për çfarë të doni. Ju mund të luteni nga çdo lloj drejtimi që dëshironi të luteni. Por ju duhet të luteni me fjalën e Perëndis, duke lexuar shkrimin dhe duke kërkuar Zotit t'i flas zemrës. Perëndi foli zemrës sime për këtë. Më trego të vërtetën, çfarë po më thua Perëndi? Ja se çfarë ndodh. Perëndia na do ne dhe ai na do për veten e tij. Ai dëshiron që ne të kalojmë kohë vetëm me të. Pikërisht ashtu si çdo burrë dhe grua që duan njëri tjetrën, dëshirojnë të kalojnë kohë vetëm kur nuk ka asnjëri thjesht të dy. Ata duan të miqësohen dhe të kenë atë lloj marrëdhënie. Dhe Perëndia dëshiron që ne të jemi vetëm me të. Koha më e çmuar që ju dhe unë mund të kalojmë çdo ditë të jetës është koha që kalojmë vetëm në qetësi, duke dëgjuar atë, duke u lutur e duke i thirrur atij. Dhe shpeshherë pastorët më thonë, mirë, nëse ti ke vetëm një gjë për të më thënë mua si një pastor i ri, çfarë do të më thoshe? Unë u them të njëjtën gjë. Gjëja më e rëndësishme në jetën tuaj është koha që ju kaloni vetëm me Perëndin, të ulur në gjunjë, në fjalë për veten tuaj, jo duke kërkuar ndonjë predikim, por duke kërkuar që Perëndia t'i flasë zemrës suaj. Nuk kam fjalë t'ju them se sa e rëndësishme është kjo. Nëse doni të mësoni fëmijëve si ta bëjnë, para se ata të shkojnë në shtrat në darkë, ju shkoni me ta, hapni fjalën e Perëndis, lexojeni pasazhe nga shkrimi. Tani mund t'u lexoni libra të tjerë, por mos e neglizhoni fjalën e Zotit. Përndryshe ata nuk do ta mbajnë mend kurse ku e kanë parë këtë libër. Ju lexoni një pasazh të shkurtër, lutuni me ta, flisni me ta, dhe dëgjoni, ata do të rriten, duke dëgjuar, ata do të rriten me një besim që është i fortë që herët në jetë, sepse ajo që ju keni bërë është se u keni ushqyer fjalën e Perëndis, i keni udhëzuar ata. Ajo që po u thoni duke përdorur këtë libër është se ky libër është i rëndësishëm, mesazhi është i rëndësishëm, kjo është fjala e Perëndisë së gjallë. Ungjilli i Jezus Krishtit mund të depërtojë edhe në zemrat më të ngurta, ta transformojë atë jetë dhe të ndryshoj të ardhmen e tyre të përjetshme. Nëse ka një gjë që unë kam mësuar me kalimin e viteve është kjo. Ky libër është gjëja më e çmuar mbi faqen e dheut. Kjo është zbulesa e Perëndisë së plotfuqishëm dhe apostulli Paul tha, unë nuk kam tur për ungjillin e Krishtit. Ai tha sepse ai është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cili do që beson. Dhe ndërsa unë mendoj shumë shpesh një mesazh të thjesht që ju mund t'ua jepni disa qindra njerëzve apo disa mijëra apo disa miliona njerëzve, e dini çfarë? Është vërtet e manitshme, ata do të dëgjojnë. Ata të gjithë do të dëgjojnë atë që Perëndia po u thot atyre që janë duke dëgjuar. Dhe Perëndia mund ta marr zërin tim apo zërin e dikujt tjetër dhe ta vër atë në gjuhë tjetër dhe të lejoj dikë tjetër ta flas atë, por kjo nuk ka asnjë rëndësi. Kjo është fuqia e manitshme e fjalës së gjallë të Perëndisë. Ajo transformon jetë. Ajo transformon absolutisht të ardhmen e përjetshme të një personi. Ju dhe unë kemi mesazhe më të çmuar që bota ka njohur dhe do të njohë ndonjëherë. Dhe ja se çfarë tha Isaia, bari thajt, lulja fishket, por fjala e Perëndisë ton mbetet për jetë. Ky është libri udhëzues i Perëndisë. Dhe miqtë e mi, nëse ju doni jetën më të mirë, unë thjesht ju dash disa parime që unë e di se do të funksionojnë. I kam parë të funksionojnë tek të tjerët, funksionojnë në jetën time, gjithsecili prej tyre vjen nga ky libër. Kërkojeni Perëndisë t'ju tregoj parimet për jetën tuaj. Ai do të shtojë disa të tjerë, ai mund të mos ju jap të njëjtat, por janë të vërteta. Nëse ju doni më të mirën e jetës, drejtohuni tek libri më i mirë. Drejtohuni tek libri i udhëzimeve, drejtohuni tek zbulesa e Perëndisë. Kjo është mendja e Perëndisë e vënë në shkronja njerëzore, me qëllim që ju dhe unë të kuptojmë se kush është ai dhe të jemi në gjendje të vim tek ai përmes birit të tij Jezus Krishtit. Nëse kurse keni pranuar Jezusin si shpëtimtarin tuaj, kjo është mënyra si ta bëni. Ju pranoni dëshminë e fjalës së Perëndisë që thotë se Jezus Krishti është biri vetëm lindur i Perëndisë. Ati e dërgoi atë në këtë botë të vdiste në kryq. Vuri mbi të gjitha mëkatet tuaja. Dhe kështu borxhi mëkatit tuaj të shkuar të tashëm dhe të ardhshëm Jezusi e mori me vete në kryq. Kur ai vdiq në kryq, ai pagoi plotësisht për mëkatet tona. Kjo është mënyra se si ju shpëtoheni.
Kërkojini Zotit Jezus Krisht ju falë për mëkatet tuaja. Ju pranoni vdekjen e tij si një shlyrje për mëkatet tuaja. Thojeni atij se e pranoni atë si shpëtimtarin tuaj personal dhe në momentin që e bëni këtë me anë të besimit, ju bëheni fëmijë i Perëndisë së gjallë, në ju banon fryma e shenjtë të vulosur deri në ditën e shpengimit. Ju keni privilegjin që të bashkoheni me të gjithë ne në aventurën më të madhe të jetës. Dhe kjo është jetesa e krishterë duke lejuar Jezusin ta jetojë atë jetë mrekullueshme përmes jush, moment pas momenti, ditë pas dite. Po mund t'ju them miqtë e mi. Kjo është e vetmja jetë që ka vërtet rëndësi. Kjo është e vetmja jetë që funksionon vërtet. Kjo është e vetmja jetë që jo premton, por siguron gëzim, paqe, lumturi dhe kënaqësi në kohë të mira, kohë të këqija, në kënaqësi dhe në dhimbje. Perëndia ynë nuk ndryshon kurrë. Kudo ku ju jeni, unë duhet ju inkurajoj që të përshpërisni një lutje të thjeshtë, t'i kërkoni atij t'ju falë dhe t'i tregoni atij se ju e pranoni atë sot si shpëtimtarin tuaj personal. Miqtë e mi, një gjë është e sigurt. Kërkojeni atij dhe ai është gati t'ju shpëtojë juve, gati të ndryshojë jetën tuaj.